Shkojmë xhiro tek shtëpia e Tezës në fshat. Për tani për pushime ka ardhur edhe Tezja me pushime, se jetojnë në Greqi, edhe shkojmë që ta vizitojmë. Po u tregoj një çik këtu disa pjesë nga fshati, do t'u tregoj në video tjetër fshatin më të shumë tek keni parë, po me që kemi gjithmonë followers të ri, pse të mos e tregoj më prapë. Këtu po u tregoj kishën e apostojve Petro dhe Pavlo, është një monument kulturor, edhe është nga kishat më të vjetra të zonës të Zagories, dhe siç mund të shikoni është një mrekulli e vërtetë. Çdo gjë është e vizatuar me dorë, një kishë shumë e vjetër, edhe shikoni sa e bukur që është. Kaluam që të ndezim një qeri edhe te kisha para se të shkojmë tek Tezja, me që është në rrugën tonë, kaluam Andeja. Këtu si shikoni jemi të gjithë. Jemi familja Evës, mami, unë me djalin. Këtu është një kishë tjetër e Shën Nikolës, edhe këtu po e ndërtojnë njerëzit këtë kishë, fshatarë do me thënë, me fondet tona, duke dhënë çdo kush aq lek sa mundet që të ndërtojmë kishën edhe të mos i lëm që të bien. Arritëm tek shtëpia e Tezës, pim një kafe atje, hëngrëm një llokume, edhe pastaj e vazhduam xhiron nëpër fshat. Në pjesën tjetër do të tregoj pjesë të tjera të fshatit. Të kaloni bukur, ciao ciao.